Habit mjeku, pini një lugë uthullmole para gjumit, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Do të ishte e kohë të t'ju pyesnim në qoftë se e njihni uthullën e mollës, pasi kemi folur aq shumë në videot tona për të, saqë është e pamundur të mos e keni hasur ndonjëherë. E pasur me veti të mira të kalciumit, magnezit, potasit, florit, hekurit, fosforit, e gjithashtu vitamina A, B1, B2, B6, vitamina C, vitamina E, acid acetik, pektin, beta-karoten e të tjera, pa diskutim ky produkt është një nga vlerat mushqyese për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë që mund t'i bëjë balë një sër komplikacionesh dhe t'jap përfitime të mira për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Studime të ndryshme kanë provuar se konsumi një lugë çaji uthullmolle do të ndikojë drejt për së drejti në 5 gjendje të mëposhtme shëndetësore. Sipas Bright Side, uthulla e mollës ndihmon që të humbisni në peshë. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks, siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi i njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm i përshpejton ato, por edhe nxit metabolizmin të djegës sa më shumë kalori. Ajo ka fuqinë të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidantet e saj kryesor pektin i japin trupit edhe ndjesinë e madhe të ngopjes. Lehtësoni dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore, që do besojnë gjithashtu edhe fuqinë vepruese të bakterieve në rast të virozave ose kur keni inflamacione të laringitit. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë e trupit tuaj në këto situata të vështira. Ajo do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit të lartë në trup. Uthulla e mollës do të nxjisë prodhimin e insulinës dhe përshpejton karbohidratet komplekse që qarkullojnë në organizëm dhe çojnë në shfaqjen e sheqerit të lartë. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet sipas ekspertëve në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Uthulla e mollës do ju ndihmojë në largimin e erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës në gjuhën mjekësore njihet me emrin halitozis dhe mund të vijë gjithashtu si rezultat i një sër faktorësh, kundër dietës së dobët, ilaçeve që përdorni, higjienës së dobët orale, gjithashtu edhe inflamacionet të laktozës, sëmundje të mishrave të dhëmbëve dhe uthulla e mollës mund të jetë një ndikuese shumë e mirë në lehtësimin e erës së keqe të gojës dhe pastrimin e saj. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës do të vrasë bakteriet e erës së keqe të gojës dhe do të pastrojë atë, duke i rikthyer kështu edhe freskinë e munguar. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në acidet gastrike të stomakut duke i larguar ato. Uthulla e mollës do të rivendosë pH-in normal të stomakut dhe do të neutralizojë acidet gastrike falë veprimeve të saj antiinflamatore, duke ju ndihmuar të keni edhe një shëndet më të fortë dhe më të mirë. Uthulla e mollës mund të trajtojë acidet gastrike të stomakut duke i lehtësuar ato, ndaj përdoreni me kujdes dhe në të mirë të shëndetit tuaj. Uthulla e mollës është një nga recetat më të mira shtëpiake. Njerëzit e kanë përdorur atë ndër shekuj me radhë për gatim gjithashtu edhe në mjekësi. Shumë pretendojnë se ajo mund të lehtësojë edhe një gamë të gjerë të ankesave shëndetësore. Ajo mund të ndihmojë në humbjen e peshës, kontrollin e oreksit, uljen e niveleve të sheqerit pas ushqyerjes, si dhe një përmirësim të dukshëm të shëndetit tuaj. Shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj, sidoqoftë, mund të rekomandohet edhe si një alternativë për mbrojtjen e shëndetit, por nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme për organizmin. Uthulla e mollës bëhet duke formuar edhe fermentimin e sheqerit nga molla. Kjo e kthen atë në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv në uthull dhe mund të jetë gjithashtu edhe përgjegjës për përfitimet e tij të rëndësishme shëndetësore. Uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substanca kryesore e uthullës së mollës, siç është për shembull acidi acetik, mund të largojë bakteriet e dëmshme ose të parandalojë edhe shumimin e tyre.
Ajo njihet si një dezinfektuese natyrale dhe mund t'i japë shumë përfitime në këtë aspekt të shëndetit. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe të përmirësojë edhe organizmin tuaj në këtë drejtim. Uthulla e mollës ka treguar premtime të mëdha përmirësuese në nivelin e insulinës dhe duke ndihmuar në uljen e përgjigjeve ndaj sheqerit pas ngrënies. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës me 19 deri në 34% gjatë një vakti të lartë me karbohidrate dhe të ndihmojë në uljen e ndjeshme të sheqerit dhe përgjithsisht edhe organizmi juaj do të përfitojë ndjeshëm prej vlerave të tij. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të ndihmojë në rregullimin më të mirë të peshës tuaj trupore. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes që do ju ndihmojë të hani më pak kalori, gjë që mund të çojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës mund të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është e pasur me natyrë acide dhe ka veti të mira antimikrobike. Kjo e bën atë një përzgjedhje të mirë që mund të përmirësojë edhe barierën e lëkurës dhe të parandalojë komplikacionet e saj. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë organizmit dhe të lehtësojë komplikacionet e tyre. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe do të keni përfitime të duhura. Studimet kërkimore në përgjithësi sugjerojnë konsumin e një lugje uthull-molle të tretur gjithmonë në një gotë me ujë për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e shëndetit. Nëse atë e përdorni si duhet dhe brenda rekomandimeve të duhura, atëherë përgatituni të merrni përfitimet e duhura në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësoni komplikacionet e saj. Megjithatë, konsumi i tepërt i uthullës së mollës mund të çojë drejt bllokimeve të shëndetit dhe mund të çojë edhe në një sër komplikacionesh. Ndaj përdoreni atë me kujdes për të marrë përfitimet e duhura dhe për të evituar kështu komplikacionet që ju kanosen gjithmonë edhe më shumë. Një studim i vitit 2016 zbuloi se pirja e një lugje uthull-molle të tretur gjithmonë në një gotë me ujë mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Ndaj përdoreni atë me kujdes në të mirë të shëndetit dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës do të mbështesë sistemin tuaj tretës. Acidi acetik te uthulla e mollës mundet të ndihmojë dukshëm edhe në përmirësimin e tretjes dhe në promovimin e një mjedisi më të shëndetshëm të zorrëve. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu në një menaxhim më të mirë të peshës tuaj trupore. Uthulla e mollës ndihmon në rritjen e ndjesisë së ngopjes duke reduktuar kështu potencialin e marrjes së përgjithshme të kalorive. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë edhe kundër mikrobeve. Uthulla e mollës posedon efekte të mira që tregojnë se ajo mund të ndihmojë në luftën kundër kolesterolit të lartë dhe triglicerideve dhe të ndihmojë dukshëm shëndetin tuaj në luftën kundër këtyre inflamacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës mund të përmirësojë dukshëm edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Kur përdoret në formën e saj të holluar, uthulla e mollës mund të ndihmojë në balancimin e pH-it në lëkurë dhe të reduktojë problemet e akneve. Por uthulla e mollës nëse përdoret në dietën tuaj duhet të tregoni kujdes nëse merrni një sër medikamentesh të caktuara. Nëse merrni insulinë, uthulla e mollës nuk duhet të përdoret pasi mund të kundërveprojë me njëra tjetrën. Uthulla e mollës dhe insulina mund të ulin nivelin e kaliumit në trup. Kur merren së bashku, ato mund të çojnë në nivele shumë të ulta të kaliumit, që mund të ndikojnë në funksionin e nervave dhe të muskujve, përfshirë edhe zemrën. Uthulla e mollës mund të ulë nivelin e kaliumit duke arritur efektet anësore të diagnozës së medikamenteve të zemrës. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës nuk duhet të kombinohet gjithashtu me medikamente diuretike dhe ato antidiabetike. Të dyja mund të kundërveprojnë me njëra tjetrën dhe të shkaktojnë komplikacione të shëndetit. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet më shumë se 1 deri në 2 lugë çaji të tretura në ujë dhe gjithmonë nuk duhet të konsumohet direkt nga shishja. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.